Marrëveshja për anëpushime të Shteteve të Bashkuara dhe Iranit ka sjellë reagime të menjëhershme nga liderët evropian. Presidenti francez Emmanuel Macron e cilësoi zhvillimin si pozitiv, edhe pse të përkohshëm, duke theksuar se është thelbësore që marrëveshja të përfshijë edhe ndalimin e sulmeve në Liban. Sipas tij, situata në këtë vend mbetet kritike dhe zhvillimet e fundit nuk përbëjnë një përgjigje të duhur. Qëndrimi i Francës u mbështet edhe nga Spanja, ku ministri i jashtëm José Manuel Albares deklaroi se vazhdimi i operacioneve ushtarake në Liban është i papranueshëm dhe se të gjitha frontet duhet të mbyllen. Edhe kryeministri spanjoll Pedro Sánchez e përshëndeti anëpushimin, por theksoi se nuk mund të lavdërohen ata që, sipas tij, kanë kontribuar në përshkallëzimin e situatës. Nga ana tjetër, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen kërkoi që marrëveshja të pasohet nga hapa konkret drejt një zgjidhjeje të qëndrueshme dhe afatgjatë. Ndërkohë, mjetet iraniane raportojnë për përgatitje të reja diplomatike, me caktimin e një krye negociatori për bisedimet e ardhshme që pritet të zhvillohen në Islamabad. Po ashtu, sipas raportimeve, delegacioni amerikan në këto bisedime mund të drejtohet nga zëvendës presidenti J.D. Vance.